Nderuar shikues, përshëndetje, ku po takohemi edhe një 5 ditë tjetër për të ndarë së bashku këtë minutazh të cilën e kemi rezervuar rinkas për ju për t'ju mbajtur të përditësuar dhe të relaksuar pas një dite pune. Uroj që gjitha obligimet të cilet i keni pasur i keni përmbyllur dhe jeni pozicionuar para ekranit për të kaluar këtë kohë së bashku me ne. Përpara se të ndalem dhe t'ju informoj se cila do të jetë tema e ditës së sotme, patjetër që duhet të ndalemi tek shëndeti dhe kush më mirë se Bernatore Zegin apo Solgar Vitamina din të na ndihmojnë në këtë pjesë. Flavopastilat zink ofrojnë zink të cilësisë së lartë në formën e citratit dhe glukonatit, forma kimike të karakterizuar nga fuqia e lartë përthitëse janë veçanërisht të rëndësishme për forcimin e sistemit imunitar. Zinku kontribuon në ruajtjen e lëkurës, flokëve dhe thonjve të shëndetshëm, gjithashtu ndikon në furnizimin e trupit me energji si dhe mbështetjen e fertilitetit dhe ruajtjen e shëndetit mashkullor. Siç e shihni në ekran, përveç flavopastilave zink, kemi edhe shumë vitamina të tjera që në bazë të asaj që i nevojitet organizmit tuaj, ju lutem drejtohuni në Bernatoren Zegin për të marrë vitaminat ku cilësia është e pa kompromis dhe Solgar di t'ja ofrojë në mënyrën më të mirë të duhur. Atëherë, do të ndalemi për të folur sot tek arsimi dhe tek vatra e arsimit aty ku këto vitet e fundit e kemi në funksion Universiteti Nën Tereza dhe mban një emër po të shenjtë sa vetë universiteti apo vatra e arsimit. Do të ndalemi për të biseduar me rektorin, sepse së fundmi ka hedhur në dritë 2 botime, të cilët do t'i gjindem pranë të gjithë lexuesve, por veçanërisht studentëve. Mirë po do të flasim edhe për universitetin në përgjithësi, për të informuar më detajisht dhe për të sheshuar gjitha ato hamencime dhe dilemat të cilët përfliteshin në opinion. Kam kënaqësinë që me mua në këtë episod të Pastelit të kem rektorin Bekim Fetaj. Zotri Fetaj, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Faleminderit për thirrjen. Kënaqësia është e jona që ju kemi sot këtu. Besoj në këtë vrull të angazhimeve dhe nga udhëtimet të cilët i keni pasur së fundmi kur kontaktuam së bashku për qenë këtu. Gjetët kohë për qenë. Përgëzime edhe për 2 botimet e reja. Do ta fillojmë me këtë. 2 botime të hedhura në dritë. Zakonisht jemi mësuar 1 botim. Këtë herë e kemi çift numrin. Nëse mund na tregoni pak më detajisht për çfarë do i shërbejnë studentët këto 2 botime? Në fakt këto 2 botime janë pjesë e një pune 9 vjeçare, domethënë këto janë libra të cilët përdoren si tekst mësimdhënie në 2 lëndët, të cilët unë i ligjëroj pranë Universitetit Nën Tereza, Fakultetit të Informatikës. Libri i parë është semestrin e parë, quhet Hyrje në programim, dhe libri i dytë është semestrin e tretë, është web programim. Këto 2 lëndë janë në fakt eksperiencët dhe materialet që i kam ligjëruar, domethënë në suazët e lëndëve brenda 9 viteve të kaluar. Gjithashtu jam edhe librin e tretë në përfundim, i cili është në semestrin e parë në studimet e magjistraturës pranë drejtimit inxhinierie softverike. Edhe është domethënë e kemi në përfundim të sipër, janë materialet të cilët gjithashtu i kam ligjëruar brenda kohës së bashku me studentët. Janë tekste mësimdhënie të cilët janë të inkorporuar gjithë eksperiencë, por njëkohësisht edhe feedbacku i vetë studentëve, sidomos atyre të diplomuar, të cilët mbas një kohe, domethënë i kam thirrur edhe të marr mendimet e tyre sa realisht domethënë ky tekst në fillim të studimeve të tyre dhe tash nga këndvështrimi si të punësuar nëpër kompani të ndryshme, sa u ka ndihmuar, çfarë mendojnë se mund të përmirësohet diçka edhe gjithë sugjerimet e tyre domethënë janë marrë parasysh, sidomos te pjesa pedagogjike ku kemi kyçur tash edhe më shumë detyra sfiduese, domethënë kanë 3 kategori të detyrave. Detyra të cilët për shkak se pjesa kryesore e ligjëratës dhe ushtrimeve e kam të bazuar në pjesë të detyrave dhe gjithë teoria sqarohet brenda detyrave, demonstrimit të detyrave praktike dhe gjithë teoria ngërthet dhe ndërlidhet me ushtrime praktike. Dhe në fund të orës ato duhet të punojnë dhe unë jam duke lëvizur nëpër gjitha nëpër laboratore dhe shohim me studentët së bashku ku kanë shprastirat ose çfarë kanë ngjerur pas sqaruar. Dhe në fund detyrat sfiduese. Detyrat sfiduese, domethënë të cilët janë duhet i zgjidhen dhe orën e ardhshme kemi si diskutim, mirëpo një detyrë është detyrën të cilën ato duhet ta parashtrojnë.
Dhe kjo është sipas tyre, domethënë mënyrat në cilën edhe më së miri mësojnë, për shkak se që të jenë në gjendje që ato të parashtrojnë një detyrë, duhet të kenë, domethënë, konceptin, gjithë konceptin diskutuar dhe ta shohin problemin nga perspektiva e zogut. Dhe jo, kur zakonisht u japim detyrat të zgjedhin edhe u kalon në shprehi dhe kohët e fundit sidomos me zhvillimin e inteligjencës artificiale, disa prej tyre kalojnë tash dhe i përdorin këto vegla vetëm sa ta punon detyrën, ndërsa kur vjen poenta që ai të parashtron një detyrë, shumë shpejt të shihet, domethënë se është krijuar nga inteligjenca artificiale ose ato, dhe mënyra e qasjes kemi ndryshuar edhe për shkak influencës tash të inteligjencës artificiale, ato japin kod të optimizuar. Dhe me qëllim që me njëherë të evitojmë se është gjeneruar nga ato ose është krijuar nga vetë studenti, ne kërkojmë ashtu siç u sqarojmë dhe në atë njëjtë mënyrë hap pas hapi ta punojnë dhe nuk u sqarojmë disa koncepte më të avancuara të cilët i mësojnë më vonë. Dhe shumë shpejt e vërejmë se nëse ka përdor, domethënë, inteligjenca artificiale ose jo, për shkak se inteligjenca artificiale gjeneron kod shumë të optimizuar që ne nuk u kërkojmë dhe bile insistojmë që ato të punojnë hap pas hapi dhe ta komentojnë çdo rresht të kodit që të shihet se a e kanë të punuar vetë ose jo. Sidomos detyra e fundit, domethënë, që ne e quajmë si detyrë kreative, aty shihet edhe sa e ka kuptuar, nëse është në gjendje domethënë parashtron me të vërtetë një detyrë sfiduese, studenti domethënë e ka kuptuar se jo. Dhe kjo është tynë që edhe të rrisë kreativitetin, por njëkohësisht edhe t'i analizon edhe njerë të kthehet dhe aty e fiton një koncept më të mirë në lidhje me gjitha ato konceptet paraprake. Në fakt duket një teknikë e kompletuar, sidomos edhe përfshirja e sugjerimeve të studentëve, sepse sot besoj se programimi është vështirësuar për të qenë në hap, sepse teknologjia po lëviz me hapa të atashëm dhe shumë të shpejt. Sa kjo është avantazh ose disavantazh për këtë drejtim? Është një avantazh, mirë po nëse problemi qëndron në atë se nëse nuk e kuptojmë prapavijen dhe aspektet e programimit dhe gjithë konceptet edhe teorike, jo vetëm ato, domethënë, praktike, ndodh që shumica e tyre të shfrytëzojnë veglat artificiale dhe nuk janë në gjendje për shkak se çdo vegël për momentin artificial nuk është në gjendje 100% të gjeneron një kod të përsosur për momentin. Dhe besojmë se edhe në të ardhmen nuk do të jetë kjo dhe nëse nuk e kupton, domethënë, konceptin në thelb, është shumë rëndë që ta detekton edhe vetë ta korrigjon kodin. Ose të krijon një aplikacion mirëfillt deri në fund. Për shkak se gjithë veglat artificiale gjenerojnë kode, bile kohët e fundit edhe me një pak për ne edhe pak befasuese, domethënë në nivel të tillë, mirë po përsëri ka shprastira, ka domethënë gabime të cilët nëse nuk e kupton është shumë rënd ti përmirësosh edhe ti realizosh, sidomos me bazat e dhënave, normalizimin e bazat e dhënave kemi vërejtur se shpesh është për veglat artificiale shumë rënd ti normalizojnë deri në nivelin e tretë. Ku të themi nivelet më të larta të bazave të dhënave, kështu që shpesh unë jam duke testuar edhe veglat artificiale të gjitha të shoh deri në cilin nivel mundet, domethënë, të realizojnë këto analiza. Sidomos te voice code normalizimi i bazës dhënave kanë probleme, domethënë, sidomos të tre veglat kryesore të cilët jemi duke i testuar, ChatGPT, Cloud dhe Gemini të Google-it. Ne jemi në hap edhe ne profesorët diskutojmë edhe shpesh, domethënë, i diskutojmë çështje se si duhet të veprojnë në këto raste dhe polemika kryesore është të lejohet veglat artificiale, të inteligjencës artificiale ose mos të lejohet. Kemi ardhur në përfundim se duhet të lejohet për shkak se ato janë vegla të cilët do të ndihmojnë, mirë po mënyra e rregullës se si duhet përdorur dhe në çfarë mënyre dhe çfarë qasje të strukturuar, domethënë duhet të ketë një qasje të strukturuar të problemit dhe nuk mund të përdoren si një zgjidhje e përgjithshme, të ta zgjidhë problemin komplet. Edhe mënyra e definimit të problemit dhe ndarjes algoritme në pjesë. Atëherë gjaset, domethënë,
që të përfitojnë për përdorimit të vegrës janë më të mëdha. Në fakt, këtu doja të ndalisha sa profesorët duhet të trajnohen në fakt sa i përket inteligjencës artificiale për që në hap me kohën dhe për të pasur një zhvillim adekuat mësimor. Po, ne jemi të mendimit se duhet të trajnohen dhe ne në fakt kohët e fundit kishim disa seminare për rritjen e kapaciteteve dhe tash jemi në përgatitje të seminarit të dytë ku gjithë profesorët me kontratë të plot dhe part-time trajnohen në përdorimin e notebook LM të Google-it, për shkak se me zhvillimet më të reja teknologjike, sidomos inteligjencës artificiale, sistemi i edukimit ka lëvizur prej edukim të bazuar në fakte në edukim të bazuar në shkatësi. Dhe fokusi kryesor tash është në shkatësit, çfarë mund të bën studenti me atë që ne e kemi mësuar. Dhe jemi duke ndryshuar për momentin, gjithë fakultetet kanë instruksione në bazë të seminarit paraprak, që në akreditimet e reja të cilët duhet i dorëzojmë në janar, gjithë akreditimet e reja të kenë në vete të përfshira dhe përshkrim për shkatësit të cilët i fiton studenti dhe si vlerëson ato. Mënyra e vlerësimit më e mirë është përmes opcionit Open Book, si të thotë në provim do të lejohet edhe përdorën edhe libra të tjerë, edhe literaturë, çfarë do që të ketë studenti dhe provimet klasike, domethënë nuk funksionojnë për shkak se shumë lehtë edhe janë në gjendje, domethënë të gjejnë mënyra për të kopjuar, po mënyra e koncipimit të provimit në atë mënyrë që kërkohet një analizë më e thellë dhe implementimi i shkatësive në të asaj që ato e kanë mësuar, domethënë e bën këtë shumë rënd, domethënë jo vetëm analiza, po edhe sinteza dhe mënyra e koncipimit të provimeve ka ndryshuar komplet. Kishim trajnime me shumë pedagog, shumica e tyre dhe shfrytëzoj rastin të falenderojmë edhe ambasadës së Amerikës, të cilët angazhuan 5 profesorë të ndryshëm, të cilët vinë në sferën e edukimit, të cilët bën trajnime, disa prej tyre mjaft me renome, domethënë lidhen online për Shtetet e Bashkuar, për universitete të ndryshme, të gjithë, domethënë të kyçur në projekte të ndryshme dhe profesorë të dalluar, të cilët sqarojnë konceptet kryesore dhe si duhet realizohet kjo mënyrë e testimit dhe vlerësimeve të reja. Për shkak se vlerësimi tash patjetër të ngërthen edhe mënyra të reja dhe këto testimi jo vetëm Open Book, por edhe ndarë në probleme të vogla edhe bazuar në projekte. Me qëllim që të krijohen këto provime, domethënë patjetër profesorët kanë nevojë që të fusin plan programet, domethënë gjithë elaboratin e fusim në veglën Notebook LM që të ndihmon shkurt të gjeneron një draft, pastaj të draftit cilën ato do të punojnë më të tjerë. Dhe gjithashtu futet edhe kurrikula ekzistuese dhe u gjeneron një provim Open Book me atë që kërkohet për këtë kapitull konkret, domethënë krijon një provim klasik Open Book me analizë sintezë të dhënave dhe me draftin e parë që e kanë u lehtëson domethënë shumë punën dhe normalisht krijon edhe probleme të ndryshme. Domethënë edukimi kalon tash në problem-based edhe project-based education, të përdorim terminologjitë të cilët përdoren edhe nga vetë profesorët të cilët realizojnë këtë trajnim. Dhe jemi në moment, domethënë, në trajnim të stafit, të përdorimit të këtyre vegleve të shpejtojnë procesin e krijimit të materialeve të ndryshme, drafteve të parë dhe normalisht këto drafte pastaj në suazet e seminarit çdo kush do t'i prezanton çdo fakultet çështjet ose ato çështjet më kryesore të cilët kanë ardhur ato dhe që kishin dashur t'i ndajnë me fakultete tjera. Në këtë mënyrë çdo fakultet, çdo risi që mendon se është më rëndësi e ndan me fakultete tjera, me drejtime të tjera dhe në fund prezantohet cili është programi, cili është elaborati në cilën është punuar, cilë ndryshime janë bërë, ku është dallimi kryesor dhe cilët shkatësi dhe si vlerëson ato shkatësi. Do të prezantohen në suazet të seminarit dhe kjo është normalisht është një proces, nuk mendojmë se do ta bëjmë me njëherë çdo gjë në mënyrë të plotë, mirë po besim se në seminarin e radhës kjo është tema, domethënë cilët gjithë dekanët janë angazhuar me gjithë profesorët dhe janë paralajmëruar në trajnimet e shtatorit. Dhe besojmë në këtë mënyrë të kalohet edhe në
në fazën e re të vlerësimit, për shkak se edhe matja e vlerësimit të kualitetit ndryshon. Domethënë parametrat e ri të ashtu quajtur quality assurance ndryshojnë për shkak se tash kemi parametra siç janë kreativiteti, originaliteti, niveli implementimit të shkatësisë, në çfarë niveli është në gjendje të implementon dhe sa është kreativ dhe original në implementimin e këtyre shkatësive vetë studenti. Domethënë janë komplet një metodologji e re të cilën ne nuk kemi kohë që të presim, ne në universitet i ri dhe do të lëvizim domethënë në kahjen në cilën edhe rekomandohet domethënë edhe pse Bashkimi Evropian në strategjinë e vetë 2025-2030 ende se ka domethënë përmendet kjo në shumë konkluza dhe punime shkencore, mirë po edhe Bashkimi Evropian për momentin se ka këtë si strategji prioritare, mirë po ne kemi nisur domethënë besojmë se këtu do të vjen momenti dhe në vend që të presim dhe ne kemi marrë përsipër që ta realizojmë këtë ndryshim, me qëllim që studentët tonë t'i afrojmë shumë edhe afër tregut të punës, për shkak se programet tona duhet t'i afrojmë më tepër ndaj tregut të punës dhe këtu i kemi angazhuar jo vetëm që shkatësitë, cilët do të identifikojmë edhe grupin e alumnit, kemi krijuar këshillin e alumnit, çdo fakultet ka këshill të alumnit, të cilët çdo vit ndryshon këshilli i alumnit, domethënë antarët ndryshojnë në bazë të votave, ka të drejtë 2 vite të jetë një njëjti antar nëse votojnë përsëri. Gjithashtu çdo vit japim çmimin alumni i vitit për çdo drejtim, çdo fakultet që e kemi. Dhe me këtë ndërrojmë përsëri studentët tonë, të cilët kanë diplomuar, ato të cilët kanë arritur në fushën e tyre, për shembull, ka arritur të jetë menaxher ose në një pozitë më të lartë, dhe konkuron në aplikacionin të cilin e kemi online. Dhe Unioni Studentëve, domethënë, komunikon me gjithë kolegët paraprak dhe bordi i alumnit është duke komunikuar me gjithë këto dhe informon që të konkurrojnë, duke konkuruar ato në fakt aplikojnë me CV-n dhe certifikatet që kanë arritur ndonjë çmim ose ndonjë të arritur të dalluar, me qëllim që të konkurrojnë për çmimin alumni i vitit i fakultetit të shembull të arkitekturës ose teknikut. Dhe gjithë këto inkuadrohen gjithashtu në seminar. Çdo ditën e parë seminar, gjithë fakultetet punojnë veçmës dhe kanë të thirrur përfaqësues të alumnit, kryetari i bordit të alumnit dhe kanë për detyrë 10 kompanitë kryesore, të cilët janë punëdhënësit e tyre kryesor të këtyre studentëve. Dhe për këtyre kompanive, domethënë, shumicën e tyre, sidomos këto të cilët janë punëdhënësit më të mëdhenj të studentëve tonë, ne jemi duke lidhur marrëveshje me gjithë këto, dikun të institucione, dikun të kompani, shumë të drejtimi social e drejta ose shkencës sociale, aty janë më tepër institute, ministri, aty lidhim bashkëpunime me institutet e ndryshëm, në informatikë janë kompani të ndryshme private, kështu me radhë. Domethënë me gjithë këto punëdhënësit më të mëdhej, ne jemi duke krijuar domethënë raporte, edhe i kyçim edhe ato në manifestimet tona, gjithashtu në shkruajmë memorandume bashkëpunimi me ato, dhe kyçen gjithashtu edhe në mendimin e tyre na intereson shumë për zhvillimin e laboratorëve të reja, me qëllim që të jemi sa më afër dhe u afrohemi domethënë këtyre punëdhënësve më tepër me plan programet e studimit, sidomos në pjesën praktike dhe shkatësitë, të cilat ato mendojnë se ka 2 tipe të shkatësive, shkatësi të buta dhe shkatësi teknike. Dhe të dy këto tipe të shkatësive, domethënë evoluohen edhe nga punëdhënësit, por njëkohësisht edhe nga alumni, nga këndvështrimi i tyre se sa ky drejtim çfarë shkatësish u kanë kërkuar, për shkak se ato janë tash një herë kanë qenë nga këndvështrimi i studentit dhe tash janë nga këndvështrimi i një punësori dhe ato më së miri e kanë idenë dhe pasqyrën komplete dhe na duhet ky këndvështrim edhe feedbacku i vetë studentëve që ta përmirësojmë, domethënë ne e shohim nga këndvështrimi jonë si profesor, po këndvështrimi i tyre është më praktik dhe të dhënat e tyre na duan feedbacku që ta aftësojmë domethënë gjeneratat e reja dhe më tepër. Po pikërisht këtu dohet të ndalesha sa kurrikula e studimeve dhe plan programi studimor përshtatet me tregun e punës, sepse e dim, e përmendet edhe ju, ngelet punësimi një ndër problematika që na shoqëron gjatë kohë. Është. Universiteti Nën Tereza, domethënë është universiteti më i ri, mirë po njëkohësisht është një prej
hapësirave universitare më motivuesit, ashtu të them, për shkak se kemi lëvizur në për shumë universitete. Profesorët janë mjaft motivuar, janë duke ndjekur trendet e ndryshme dhe dëshirojnë të bëjnë një dallim. Edhe çdo herë kur tregojmë risitë e ndryshme, ato dëshirojnë që studentët e tyre t'u japin maksimumin. Dhe është një palete profesorëve të ri, shumica e tyre kanë mbaruar jashtë dhe janë shumë të motivuar dhe kur hipen kahje dhe ideja të reja dhe kur tregohet se domethënë gjeneratat e reja do të përfitojnë me këtë dhe mënyrën se si ne e masim suksesin çdo fakultet ka parametrat e vet që matet suksesi përmes asaj sa të diplomuarët e atij fakulteti janë të punësuar dhe ky është një prej kriteriumeve kryesor që ne i masim fakultetet në fakt sa është i suksesshëm ky fakultet në krahasim me fakultetin tjetër, sa janë të punësuar, po edhe sa është evolimi i punëdhënësve ndaj të punësuarët vetë të cilët vinë prej Universitetit Nën Tereza dhe Fakultetit Apo Stafat. Dhe kjo është domethënë kriteriumi që është futur dhe që fakultetet do prej tash do të krahasojnë njëra tjetrën në bazë të këtij feedbacku që marrim nga punëdhënësit. Dhe punëdhënësit prandaj kemi tash të quajtur stakeholder më me rëndësi për shkak se na japin një informat kthyese çfarë mendojnë ato, domethënë për studentët tonë dhe sa janë të kualitetshëm dhe çfarë shkatësish ato kanë dhe ku duhet të përmirësojmë. Se normalisht çdo herë kemi lëshime, mirëpo për momentin kemi qenë, nëse nuk i pyesim ato, faktikisht punohet në mënyrë klasike pa e ditur këto dhëna, edhe me këtë qasje besoj se do të kemi më të qartë ku janë ato hapësirat ku mund të përparojmë dhe të përmirësojmë dhe të arrijmë një cilësi edhe më të lartë të studentëve tonë, për shkak se dëshira e gjithë profesorëve të motivuar janë që gjeneratat e reja, të cilët do dalin për Universitetin Nën Tereza, të jenë edhe liderët në fushat e veta, domethënë të jenë inxhinierët e ri më të suksesshëm, pse jo edhe politikanët e ri, të cilët do të vinë në shprehje dekadat e radhës. Cilat kanë qenë drejtimet më të kërkuara së fundmi dhe a planifikohet të zgjerohen për të pasur edhe drejtime të tjera? Po, ne për momentin, domethënë kemi krijuar tash quturin board ku i kyçem edhe punëdhënësit, alumnit, edhe çdo fakultet në këshillet e veta i diskutojnë edhe cilët drejtime, domethënë janë ekzistuese, mirëpo kanë marrë edhe mendimin se ne tash insistojmë që të dallohemi prej universiteteve tjerë. Mënyra se si do të dallohemi është duke krijuar programe studiimore të reja. Nuk do të kopjojmë asnjë universitet të ri. Çdo fakultet, çdo drejtim që do ta hap e ka të detyruar të hap drejtim të ri që nuk ekziston në universitetet ekzistuese siç janë Kirilli Metodi, Universiteti i Tovës, UEL, edhe universitetet tjera. Mirëpo këto tre i kemi si pikë kryesore, domethënë Universiteti Kirilli dhe Metodi, Universiteti i Tovës, sidomos nuk guxon asnjë fakultet përsëris drejtim që ato i kanë, po duhet hapin drejtime multidisiplinare dhe fokusi këtu kryesor do të jetë në drejtim që këto universitete nuk i kanë, ndërsa sipas analizave tona tregu i punës e ka si kërkesë ose do ta ketë në të ardhmen. Një shembull i tillë është për shembull jashtëqyteturi IT law ose legjislativa e internetit, ku sot shpesh nëse ndodh diçka, nuk kemi jurist të përgatitur i cili mund domethënë është ekspert i fushës së internetit dhe i din gjithë këto, domethënë lëshime ose keqpërdorime që ndodhen në internet dhe nuk ka mundësi që ta mbron një klient, domethënë për këtyre keqpërdorimeve se nuk kemi ekspert të tillë. Mirë, po kjo fushë është multidisiplinare. Tash problemet në akreditimet të fushave multidisiplinare janë problemi tjetër. Për shkak se për momentin ligjet qoftë ai i arsimit të lartë dhe ky akreditimeve janë shumë të ngushtë, kanë shkuar në definime shumë të strikte që nuk e kanë lënë hapësirë universiteteve për një krijime të drejtime të tilla multidisiplinare, për shkak se tash është insistuar në Fraskati. Fraskati është niveli i klasifikimit të fushave të ndryshme dhe këtu për shembull legjislatura në internet bie ndesh me fushën Fraskatit 2, ku është informatika, dhe fushën 6. Përparësi normalisht për shkak se në fakultetin juridik është. Dhe këtu bie fusha e 6 me fushën e 2 dhe kjo ngërthurje e dy fushave të ndryshme parashtron problem në
bordin e akreditimit, të cilët tash mund të ndodhë që edhe ta refuzojnë një drejtim tillë për shkak se janë duke analizuar në mënyrë administrative shumë plastike edhe akreditimet. Dhe këto çështje shpesh kemi shtruar deri te ministresha për shkak se në akreditimet duhet të mundësohen, domethënë edhe idetë e reja, drejtimet multidisciplinare, mënyra e akreditimit duhet të jetë më fleksibile, duhet shtohet peshat e evolimi pastaj. Domethënë akreditimit lejohet universiteteve të jenë më kreative dhe të bëjnë drejtimet e reja, ndërsa pastaj evoluon ti cilëtetin edhe peshën kryesore duhet futet te evolimi, jo te akreditimi. Tuaj lesh ta bësh akreditimin pak më të lehtë, po pjesën e evolimit ta bësh më rigoros, dhe aty i ke, domethënë kriteriumet duhet futen metrikat e komparimit, ashtu quajtur identifikatorët e performancës, cilët duhet maten dhe cilët duhet jenë. Dhe kjo mendojmë është një problem tjetër, dhe gjithashtu gjithë universitetet për momentin e kemi problemin me joint degree, ashtu quajtur joint degree, ose programe studimore të përbashkëta me universitetet tjera. Për shembull, nëse dëshirojmë të hapim një program studimor me Spanjën, unë duhet tash gjithë profesorët e Spanjës të bie këtu në Maqedoni dhe t'i regjistroj një nga një profesor, të va marr letër njoftimet, që është një pjesë e çuditshme jo praktike, dhe një pengesë më e madhe që ne mund të realizojmë kështu programe studimore, të cilët vendet tjera të Evropës i realizojnë shumë lehtë. Dhe këto çështje të cilat nuk janë të analizuar dhe nuk dëgjohet zëri i universiteteve, edhe se janë problemet kryesore që ne i kemi, me që jemi që të afrojmë me një sistem edukimi evropian dhe reformat duhet bëhen më tepër, ndërsa është tepër ligjet janë i definojnë shumë në detaje shumë çështje, të cilët nuk mund të generalizojnë gjithë këto aspektet multispecifike që i kanë edhe drejtimet brenda një universiteti, ja ku gjithë këto universitetet të ndryshme, me gjithë ato drejtime ndryshme, që një listë ti mund t'i kapet gjithë këto specifika. Prandaj duhet i lihet hapësirë universiteteve dhe komisioneve. Komisionet ta kenë një liri më të madhe që të mund të shohin edhe këto aspekte të ndryshme. Dhe jo t'imponohet me disa rregulla strikte, të cilët e pamundësojnë tash për momentin joint degree është shumë rënd të realizohet si e tillë. Dhe akreditimi drejtime multidisciplinare është një problem mjaft i madh. Dhe kjo duhet lehtësohet me qëllim që se qëllimi kryesor është që të kemi ne drejtime të reja, ndërsa evolimi është pjesa ku duhet të futet pas të evoluohen sa konkret, domethënë dhe si realizohet ky proces. Kjo është mendoj pjesa kryesore ku jemi fokusuar si të tillë. E kuptoj. Uroj që do të arrit realizohet në mënyrë më të duhur për të mos i pasur këto ngjecje. Do të ndalesha tek numri i studentëve, sa ka qenë në rënje ose në rritje gjatë kësaj periudhe dhe sa në fakt ka ndikim universitetet private përballë këtyre publikeve. Si ndikon kjo? Po, Universitetin Nën Tereza ne kemi lëvizur prej një numri, domethënë konstant të rritjes brenda këtyre 9 viteve. Çdo vit kemi rritur numrin e studentëve dhe si vjet për herë të parë kemi kaluar edhe numrin për 1055 studentë. Prej vjet kemi pasur 760 studentë dhe si vjet kemi rritur numrin në 1055. Ne jemi të fokusuar tash për shkak në kriteriumet të cilët i përdor, domethënë organizimin Ministria e Arsimit, që një universitet krahasohet dhe i jepet një vend në bordin e akreditimit, bordin e evolimit dhe Këshillin Nacional, sa kriteriumi kryesor është sa student regjistron në vitin e parë, dhe jo sa student ka në total. Domethënë ky është faktori me cilën identifikon ai se universiteti ka të drejtë të ketë antar në Këshillin e bordit të akreditimit, të evolimit dhe kështu me radhë. Ne kemi qenë këtu të sankcionuar, të them, për shkak se ne gjatë plotësimit të këtyre të dhënave statistikore në mungesë të kuadrit administrativ, si universitet i ri nuk kemi, domethënë, të rumbullaksuar, nuk na është dhënë numri i duhur që të funksionon administrata në mënyrë të duhur. Janë plotësuar shpejt e shpejt disa dokumentacione dhe ku në vend në paragrafin ku shkruan numri i përgjithshëm student me gabim është shkruar nga administrator të mbi ngarkuar, të cilët bëjnë nga 3-4 punë, njëjtën kohë
është shënuar numri i studentëve që është regjistruar viti parë. Dhe në këtë kontekst u është mohuar e drejta universitetit të ketë një antar në bordin e akreditimit të evaluimit dhe në Agjencioni Nacional. Mendoj se si universitet më i ri nuk është pasur një kujdes që universiteteve më të ri të ndihmohet për shkak se një është mungesa e kuadrit punues, sidomos administrativ dhe profesorëve. Nga ana tjetër, është shkuar strikt në organizimin me disa parametra të cilët mendoj se edhe janë pjesë e debateve, nuk isha dashur të hyj tash në diskutime të tilla. Mirë po mbasi kjo është kriteriumi, edhe në universitet u krijuan grupe pune dhe ato grupe pune punuan mjaft në zhvillimin e strategjive për krijimin e rritjen e numrit të studentëve. Dhe normalisht strategjia e re përfshin edhe rritjen e numrit të studentëve internacional. Tash jemi në fazë të krijimit të zyrës për marrëdhënie ndërkombëtare, zyrës ndërkombëtare e cila do të mirret me studentët. Dhe këtu jemi tash për momentin në kërkim të ministrisë për na e lejon, domethënë të punësojmë më tepër administratë, cilët i kemi në mungesë dhe një numër i madh u larguan para 2 viteve. Dhe me rritjen e kapaciteteve të mbrëmshme, domethënë do të mund të arrijmë edhe bëjmë një zyrë të veçantë, e cila do të kujdeset për studentët ndërkombëtar. Këtu jemi duke biseduar me strukturat të ndryshme, të cilët do të mund të na ndihmojnë, domethënë agjencione të ndryshme, të cilët mirren me këto çështje me studentë të jashtëm, edhe jo vetëm nga Evropa, por edhe nga shtete tjera. Kur jemi tek administrata, do doja të di si është gjendja me digitalizimin e sistemit administrativ tek universiteti? Për momentin ne nuk kemi një platformë digjitale, edhe pse disa vite me radhë e kërkojmë si buxhet na shkurtuar nga Ministria e Arsimit. Gjithë platformat digjitale të cilët ne kemi zhvilluar komplet vetë. Mirë po na mungon një platformë e integruar, e njohur si University Management System, dhe shpresojmë se si vjet do të kemi këtë mundësi, që s'paku ta marrim një platformë të tillë të gatshme, për shkak se zhvillimi i një platforme të tillë merr një hapësirë të madhe kohore, dhe normalisht duhet punësojnë persona të ri. Nuk mund të angazhojmë personin i cili me kontratë pune është i angazhuar dhe paguhet nga Ministria për mësimdhënie, dhe nuk paguhet edhe për ulëmtim, nga ana tjetër kriteriumet janë futur në ulëmtim. Domethënë kemi shumë paradokse në sistemin e edukimit, të cilët janë probleme në vete dhe tema debati domethënë në universitet. Mirë po, kryekput ky sistem i digitalizimit domethënë është diçka ku jemi ne fokusuar dhe jemi duke shqyrtuar në mënyra të ndryshme. Edhe normalisht nuk kemi kohë që ne të bëjmë grupe punuese që ne ta zhvillojmë, se kjo shkon minimum 3 deri në 4 vite vetë zhvillimi, hapësira kohore, domethënë në zhvillim, por njëkohësisht edhe mjetet më së tepërmi do të na duhen mjete financiare që t'i paguajmë ato të cilët do të angazhohen në vend që të blehet domethënë një sistem i tillë i cili është i gatshëm. Dhe kjo është një prej strategjive kryesore të cilët ne jemi të fokusuar, domethënë për vitin e ardhshëm na duhet patjetër një sistem i digitalizimit, ku do t'i ngërthejmë gjithë këto digitalizimet, projektet të cilët veç e kemi realizuar si të mbrëmshëm. Që edhe janë veç më mësat janë veç nevojshme. ekzistojnë, po. Përpara se të vazhdojmë pyetjen tjetër, do duhet shkëputemi për një hapësirë shkurtër publicitare dhe do rikthehemi më pas për të vazhduar bashkëbisedën. Por i mirë të vazhdoni qëndroni me ne. Jemi rikthyer së bashku për të vazhduar bashkëbisedën, ashtu siç po flisnim pak më parë për Universitetin e Tereza me rektorin të cilin veç më kemi në studio dhe po diskutojmë për digitalizimin dhe gjithçka tjetër që i nevojitet për që një universitet i kompletuar. Njërisi tjetër që Universiteti në Tereza e promovoi para ca ditësh dhe nuk ishte dëgjuar apo më parë nga universitetet e tjera këtu, ishte asistentja virtuale. Sa kjo do e ndihmoj universitetin në përgjithësi?
Ne mendojmë se do të ndihmon mjaft, sidomos aspekti praktik. Ne kemi shumë profesor part-time, të cilët për shembull ku është laboratori kompjuterik, edhe në moment i duhet kjo informat, dhe domethënë komunikon inteligjencën artificiale. Laboratori kompjuterik 107 ku gjendet, edhe më njëherë merr informatën e dur në kohë të dur, ose një student i cili vjen viti i parë dhe thotë më duhet lënda programim 1, në cilën kur është ligjërata në programim 1 pranë fakultetit informatikës, edhe më njëherë merr përgjigjen e saktë. Dhe këto janë ose sidomos studentët të magjistraturës viti i parë, ku janë ligjëratat e magjistraturës, për mësa ora fillojnë, çfarë dokumente duhet të plotësoj. Gjithë janë pyetje normale që do t'i kishte parashtruar një student, sidomos studentët e magjistraturës, për shkak natyrës së studimeve të tyre, ato janë zakonisht mbas orarit të punës për orës 5, kur edhe resursit kemi të kufizuar, kemi shumë pak referent të pranishëm, dhe kjo vegël mendojmë se do të duhet dhe do të hynë shumë në punë, sidomos gjithë këtyre kërkesave, dhe unë nis, domethënë si një ide prej një problemi, domethënë që të zgjedh një problem të cilën ne kemi në mungesë të kuadrit administrativ, dhe si një ide, një propozim, domethënë e cila u realizua në suazët të Fakultetit Informatikës me kolegët e ndryshëm, është në zhvillim të sipër, për shkak se gjithë këto informata duhet të futen. Për momentin gjithë informatat i kërkon brenda webfaqes së universitetit, po informatat lidhe me pagesën, ku gjendet klasa, zakonisht nuk futen në webfaqe. Dhe këto informata jemi duke i futur një nga një, dhe me thënë pyetjet më shpesh të parashtruara, po çdo pyetje e cila ngelen e pa përgjigjur dhe në cilën me automatizëm inteligjenca artificiale kthen përgjigje të përgjithësuar, se kjo informat do të gjendet në të ardhmen në këtë webfaqe, ngelen e pa përgjigjur dhe administratori ka qasje te kjo pyetje dhe përgjigjet dhe fut këtë informat të re. Kështu që sa më tepër pyetje do të ketë, do të pasurohet normalisht edhe baza e dhënave, dhe me këtë do të jetë më i saktë dhe shumë më i detajuar, sidomos në këto kërkesa. Për momentin e kemi lënë edhe domethënë aktiv që të kërkon edhe në web, mirë po dëshirojmë që brenda muajit të ardhshëm ta ndërpresim, domethënë të kërkon vetëm në webfaqen e universitetit dokumentet të cilët do t'i uploadojmë dhe pyetjet dhe përgjigjet të cilët ne do t'i fusim të hardkoduar në vetë sistemin. Në fakt, ky hap do të ndihmoj shumë në avancimin e universitetit në përgjithësi. Po dua të di si janë kushtet aktuale të universitetit, sa janë të plotësuara për një zhvillim mësimor adekuat, çfarë mungon, si janë kapacitetet, qoftë edhe kapacitetet e hapësirës. Për momentin, kapacitetet e hapësirës i kemi të limituar. Jemi në pritje të kampusit të ri dhe për shkak numrit të madh të studentëve, për momentin domethënë kapacitetin kemi të kufizuar dhe i përdorim në mënyrë racionale, domethënë çdo hapësirë domethënë është e shfrytzuar në maksimum për mëngjes deri në mbasdite dhe normalisht ne kemi një numër të madh të profesorëve, domethënë ky raporti një profesor sa student shërben është shumë më i madh nga në krahasim me universitetet tjera. Të ne, profesori zakonisht kontrollon dhe servison më tepër student, se sa në mesatarisht një student, një universitet publik tjetër. Dhe më thënë kemi 2 fishin e numrit të studentëve që i servison. Të ndaleshim tek projekti për objektin apo kampusin e ri, ka qenë shumë i diskutuar kohëve të fundit, në çfarë fazë reale është projekti realisht dhe sa para janë alokuar gjërë më tani dhe ose sa mungojnë për ta përfunduar objektin. Projekti kampusit është projekti qeverisë dhe ne këtu jemi të sigurt se qeveria normalisht do t'i idealizot projektit të vetë. Këtu te kampusi vlen të theksohet se është ndarë në më shumë faza, domethënë është 34.5 milion euro të cilat janë paraparë si vlerë fillestare. Nuk do të hyj shumë në detaj për shkak se projektorin për financa zakonisht e konsultojmë për këto çështje, por do ndalim vetëm te pjesa kryesore se këto të hyra, domethënë janë ndarë në më shumë faza dhe çdo vit një shumë e madhe të hollave
do të dedikohet, kështu që vitet e fundit do të jetë shumë edhe më e madhe, për shkak se edhe vëllimi i punëve do të jetë më i madh vitet me radhë. Saktësisht, domethënë, për këtë vit është bërë një lëshim dhe nuk është alokuar shumë e duhur, për cilën komunikuam me Ministrinë e Arsimit dhe ka qenë një gabim, domethënë. Është bërë një në fakt për shkak procedurave të cilat të komplikuara që ka Ministria. Në fund, Ministria e Financave ka shkurtuar një pjesë të fondeve, të cilat i kalkulen në atë mënyrë. Ne kishim, domethënë, zgjedhje për rektor, edhe prej fillim të vitit deri në fund të prillit, prej janar deri në prill të këtij viti kalendarik, nuk guxon derisa ka zgjedhje për rektor ti të bësh, domethënë, projekte edhe të kesh furnizime publike dhe kështu me radhë. Pastaj na kapën prej në gusht zgjedhjet lokale dhe këtë mënyra problemi kryesor këtu qëndron në pamundësinë e një hapësire për të realizuar shumicën e furnizimeve në mënyrë të rregullt dhe rregulloren e re të Ministrisë të Financave, të cilët tash e ndajnë këtë në kvartalet, pa marrë parasysh se ti ke qenë në dy faza të rënda, domethënë i bllokuar nga dy palë zgjedhje të ndryshme, të natyre të ndryshme. Dhe këtu me automatizëm është shkurtuar duke i parë në këtë metodologjinë të cilën e ka Ministria e Financave. Dhe besoj se kjo problematikë do zgjedhet, mirë po ende domethënë jemi në diskutim të sipërm që pjesa tjetër e universitetit, domethënë fondeve tjera ku jemi ne të krykput të interesuar, siç është digitalizimi dhe pjesa e zgjerimit me laboratorët e reja, domethënë ti rikthehet universitetit, domethënë me mundësitë e mundshme të cilët i ka vetë qeveria. E kuptojmë. Sa aktivitete dhe sa projekte ka pasur këtë vit universiteti, e përmenda edhe pak më parë që gjatë javës kaluar keni qenë edhe një udhtim zyrtar sa i përket angazhimeve të juaja. Sa janë realizuar, çfarë ka pasur këtë vit dhe çfarë pritet të ketë risi të re sa i përket projekteve dhe ngjarjeve të reja? Po. Ne në suazët zyrës për marrëdhënie ndërkombëtare dhe projekteve kemi qenë shumë aktiv, kemi dikund mbi 17 projekte aktive. Mirë po kjo nuk mjafton, domethënë jemi të fokusuar në internacionalizimin më tepër dhe ngjarja ku unë isha ishte ngjarje e Bashkimit Evropian, është iniciativë AID, e cila është për universitetet, domethënë Higher Education Initiative, ku është një prej ngjarjeve më të mëdha për të shqyrtuar networking ose komunikim mes universiteteve dhe ku ishin të kyçur gjithë menaxhmentet e 300 universiteteve të ndryshëm, të cilët kishin fituar nga një projekt në Horizon. Për shkak se Universiteti Nën Tereza ka një projekt të tillë dhe ne u thirrëm, domethënë të marrim pjesë në këtë networking, që të lidhim marrëdhënie të reja me universitete të tjera për kyçje në projektet e radhës. Këtu, domethënë, unë njoftuam me shumë universitete, universitete në Latvia, në Finlandës, të Gjermanisë dhe universitete të Greqisë, ku jemi posaçërisht interesuar për shkak se kemi shumë afër, dhe shumë universitete të tjera dhe një segment i cili neve na intereson është jo vetëm bashkëpunimi në projekte, por njëkohësisht edhe krijimi i programeve të ashtu quajtur programet të masterit, ku jemi të fokusuar për momentin më tepër, për shkak se me këtë zgjedhim dy probleme. Një është mobiliteti i studentëve dhe profesorëve, po jo joint degree, po dual degree. Domethënë për momentin jemi të interesuar për master studime ku studentët e tyre studiojnë në universitetin e tyre, studentët tonë në universitetin tonë. Mirë po, ne akreditojmë për ne, nuk i akreditojmë profesorët e tyre, ato akreditojnë të shteti tyre, edhe kjo është mënyra më e lehtë administrative të cilën ne mund të realizojmë. Mirë po, për shkak se lëndët janë njëjta, kurrikula është e njëjtë, studentët dhe profesorët mund të lëvizin lirshëm. Me këtë, domethënë zgjedhim dy probleme. Problemi i parë është mobiliteti i studentëve. Kjo është një prej faktorëve kryesor në rangimin e universiteteve, në Shangaj dhe rangimet të tjera. Kryekput jemi të fokusuar në rangimin Shangaj dhe metodologjinë e rangimit të Shangajit dhe cilët faktorë merren parasysh për shkak se qeveria në strategjinë e vete
dhe historikisht parë ato gjithë rangimet në suazit të shtetit bëhen duke bazuar në rangimin e Universitetit të Shangajit. Dhe këtu kryekput, domethënë, mobiliteti studentëve tonë dhe atyre të jashtëm dhe mobiliteti profesorëve është një faktor kryesor. Problemin e dytë që ne me këtë e zgjedhim është gjithashtu mungesa edhe profesorëve të ndryshëm dhe gjithashtu eksponimi i studentëve tonë ndaj sisteme të ndryshme të edukimit. Nuk është e njëjtë kur një student ka mundësinë të ndëgjon një profesor prej Gjermanie, një prej Spanje, një prej Turqie, një prej Greqie, për shkak se gjithë janë këto sisteme të ndryshme edukimit dhe studentët, domethënë, përfitojnë edhe një ide edhe më të mirë dhe mendojmë se kanë nevojë, domethënë, studentët tonë të eksponohen në sisteme të ndryshme, metodologji të ndryshme dhe kjo është, domethënë, ku jemi dhe të fokusuar më së tepërmi. Dhe për momentin presim rektorin Latves, i cili do të vjen i pari, pastaj për momentin presim thirrje nga Universiteti i Atinës në Greqi. Gjithashtu kemi shumë projekte të cilët kemi konkurruar, po jemi të refuzuar. Këtu është mënyra dhe natyra se si funksionojnë gjërat, domethënë vetë Bashkimi Evropian, për shkak se si shtet ne jemi shtet i ri, i cili domethënë nuk është antar i Bashkimit Evropian, dhe kemi ndryshuar komplet strategjinë, tash jemi të lidhur me Universitetin South East Norway, të cilët ishin në universitet, lidhën marrëveshje bashkëpunimin, njëkohësisht edhe me antarët e qeverisë të Norvegjisë. Dhe fokusi janë kryekput është në diasporën. Jemi komunikim sipër me diasporën në Gjermani dhe presim të na thirrin edhe të shkojmë bisedojmë me ato për shkak se diaspora është pjesa kryesore e cilët mund të na ndihmojnë me rekomandime me cilët universitete është më së miri të komunikohet direkt, për shkak se edhe shumica e kuadrit ton janë larguar dhe janë shumë profesorë eminent jashtë, të cilët ne edhe mund se kemi dëgjuar dhe nuk dim se i kemi, edhe ato si resurse gjithashtu të inkuadrojmë. Dhe ne kemi nisur edhe një projekt së bashku me Universitetin Norvegjisë dhe qeverinë e Norvegjisë. Njëra është Brain Circulation. Ne më herë u munduam që t'i kthejmë trurën e ikur, mirë pa se praktikisht ato kanë kriju jetën e tyre, është pa mundur që t'i kthejsh për shkak kushteve të ndryshme, mirë po s'pakut mundohemi t'i qarkullojmë. Domethënë gjithë këto profesor eminent që kanë arritur shumë, mundemi t'i qarkullojmë dhe vinë edhe te ne dhe t'japin një kontribut te ne, edhe këtë mënyrë përfitojnë edhe studentët tonë, njëkohësisht po edhe i vlerësojmë edhe ato profesor, edhe ta dim se kush janë këto profesor më eminent. Edhe ky qarkullimi i trurit është quajtur Brain Circulation, është një prej strategjive tona kryesore, ku tash fokusin e kemi në diasporën e Gjermanisë dhe atje do të shkojmë takojmë me diasporën, domethënë nuk shkojmë, strategjia jonë nuk është direkt në universitet, po shkojmë komunikojmë me diasporën tona. Diaspora e Gjermanisë, një prej diasporave më të fuqishme, diaspora në Austri, edhe në aty tjetër, domethënë pretendojmë të shkojmë edhe në Angli, domethënë Mbretërinë e Bashkuar, me fokus në Angli, ku e kemi edhe atje një diasporë mjaft të fuqishme, edhe pse nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, mendojmë se mund bashkëpunojmë mjaft, se ato kanë resurset e veta dhe bashkëpunimi me ato është gjithashtu i mundshëm. Dhe gjithashtu strategjia jonë tash do të përfshin jo net, edhe pse ne do t'i shkruajmë gjithë projektet. Brain Circulation i kemi të shkruar, 4 projekte i kemi të shkruar dhe u azem këtyre universitetet që ato të konkurrojnë si lider, ne të jemi partner për shkak se këtu flitet edhe për lobby grupe të fuqishme, domethënë të cilët ne si kemi, ne jemi universitet i ri, po edhe vetë Maqedonia, asnjë universitet në Maqedoni nuk ka lobby grupin e vet, edhe mënyra se si funksionon aplikimi është shumë e rëndësishme, domethënë dhe nuk pretendojmë që ne të konkurrojmë domethënë si lider, edhe kështu sa të jetë ideja domethënë origjinale dhe shumë e fuqishme, përsëri mënyra e funksionimit dhe përzgjedhjes së këtyre projekteve tregon se kjo është mënyra se si funksionon sistemi, dhe mbasi ashtu funksionon sistemi, ne adaptohemi atij sistemi dhe mundohemi ta zgjedhim domethënë në mënyrë më të mirë. Kur jemi tek bashkëpunime ndërkombëtare, do doja të ndalesha tek projekti Erasmus+, që e di që universiteti ka pasur bashkëpunim. Sa studentët janë të interesuar për këtë projekt?
Për momentin, ne mundohemi të zgjerojmë bashkëpunimet. Që një student shkon në Erasmus+, ne duhet të kemi marrëdhënie të bashkëpunim të Erasmusit. Është një kontratë e veçantë, ne mund të kemi marrëdhënie memorandum bashkëpunimi me universitetin, po jo në Erasmus. Është kontratë e veçantë Erasmusi. Dhe për momentin, kërkesat e studentëve janë që të kemi me më shumë universitete në Gjermani për shkak se si preferencë parashtrojnë Gjermaninë dhe Austrinë si shtete ku ato kishin dashur të shkojnë, dhe këtë mënyrë të arrisim edhe mobilitetin e studentëve, cili përmenda parës është një prej faktorëve kryesor në rangimet e universiteteve, dhe kjo është strategjia kryesore ku ne do të mundohemi tash maksimum, domethënë të lidhim marrëdhënie sa më të mëdha dhe ndërkombëtarizimi dhe lidhja marrëdhënieve dhe bashkëpunimit Erasmus dhe mobiliteti i studentëve tonë dhe rritja e vetdijes së studentëve se duhet shkojnë. Është kryer një grup punues i cili shkon çdo grupi brenda çdo fakulteti, u mban trajnime dhe u sqaron se sa është më rëndësishme domethënë që ato të shkojnë në mobilitet. Edhe u kemi lehtësuar me rregulloret e mbrëmshme që tu pranohet, për shkak se në momentin kur nënshkruhet marrëveshje Erasmus, nuk duhet komplet të jetë gjithë lënda e përfshirë, domethënë për shembull flasim matematika 1, nëse matematika 1 si lëndë të tjela e ka kaluar në vizitën e tij në Erasmus, mund të një kapitull është ndryshe ose më shumë kapitull. Mirë po, në Erasmus një klauzul shkruan se i pranohet ashtu siç është dhe me këtë mundsohet, domethënë, niveli më i lartë i kompatibilitet mes universiteteve të ndryshme, se nuk është e mundur që një lëndë komplet të jetë 100% e njëjta në bile në departament tjetër nuk mund të jetë njëjta, jo në universitet tjetër, por në shtet tjetër. Edhe këtu, domethënë, thirremi në këtë, edhe administrata janë trajnuar tash që mos bëjnë, domethënë edhe profesorët thirren që ta kuptojnë këtë proces se me nënshkrimin e kontratës së Erasmusit, nuk ka nevojë që profesori i lëndës matematikë një t'ia kërkon gjithë kapitujt dhe ta fusë edhe një herë në provim. Për shkak se me këtë kontratë ky lirohet, domethënë, në këtë aspekt. Edhe prandaj krijohen komisione dhe janë duke të trajnuar edhe profesorë të ndryshëm që të realizohet dhe paraprakisht studenti para se të shkon në Erasmus, kemi zyrën në Erasmus ku shkon këshillohet dhe ja tregon cilët lëndë guxon t'i zgjedh. Nuk guxon vetë t'i zgjedh, pa u këshilluar me qëllim që kur të kthehet mos ketë asnjë problem në pranimin edhe në shkrimin dhe t'i njihen normalisht këto kredite. Dhe mendoj se për momentin interesi më i madh është në Turqi dhe në Gjermani. Dhe këtu mundohemi të rrisim numrin e universiteteve në Gjermani, sidomos, ku përputhet edhe me strategjinë tonë paraprak. Do të prekim edhe një pjesë tjetër, largimin e të rinjve nga vendi, sa ka ndodhur sa është evidente në universitetin tuaj çlajmërimet për punë sezonale ose ndërprerja e universitetit për të shkuar të punuar jashtë vendit? Për momentin, fatmirësisht nuk kemi shumë një numër të madh studentëve, domethënë kjo është evidente vetëm në vitet e fundit të studimeve. Kemi një numër pasiv, dikon mbi 4800 studentë, për cilëve afër 1000 kemi pasiv, të cilët kanë një provim ose vetëm tezën e diplomës, domethënë disertacionit, të cilën duhet ta mbrojnë dhe e kanë lënë, domethënë 2-3 vite për shkak se punojnë jashtë, edhe si student kanë benefite tjera dhe marrin edhe vizën e qëndrimit. Ne domethënë grupi punues cilën na angazhojmë të shohim ku janë këto studentë pasiv dhe si mund t'i aktivizojmë. Në këtë përfundim, po tash jemi domethënë duke investiguar, duke angazhuar edhe studentët tonë, alumni që të na ndihmojnë, të shohim edhe strategji si mund t'i kthejmë këto studentë pasiv, t'i kthejmë domethënë të diplomojnë sa më shpejt. Kemi raste ku shumica e tyre janë punësuar dhe në punë nuk ja kërkojnë diplomën edhe e lejnë bazdore do ta semestrin tjetër dhe ta ankoz, domethënë janë evidente edhe këto raste. Ne u sugjerojmë gjithë studentëve që mos kërkojnë punësim derisa të përfundojnë me studimet e tyre, dhe kjo është rekomandimi që shpesh e kemi në fillim të viteve akademik, kur kemi fjalimet kryesore, që gjithë studentët fillimisht të përfundojnë me studimet e tyre, pastaj të angazhohen dhe të punojnë, për shkak se balancimi punës dhe studimeve është shumë i rëndë dhe kërkon dy qasje të ndryshme, introvert dhe ekstrovert, që është shumë rëndë balancohet njëra me tjetrën. Dhe sugjerimi sidomos për studime deri diplomike është që ato kryekput të përkushtohen studimeve
dhe të përfundojnë studimet dhe pastaj mundohen të gjejnë edhe punë. E kuptoj, por ndoshta edhe ngecjet financiare dhe këto edhe ngecjet janë një faktor shumë e rëndësishëm, cilën shumica e studentëve tonë janë në situata të tilla, edhe prandaj ne jemi tash në fazë të hulumtimit dhe të krijojmë një bursë të njohur si stipendioni Nën Tereza, të cilën jemi për momentin duke e krijuar dhe kërkojmë mënyra të ndryshme, domethënë strategji të ndryshme, që ta krijojmë që këto studentët më të mirë t'u japim një bursë dhe mos t'i shpëtojmë që mos hyjnë në punë para kohe dhe të përfundojnë studimet, domethënë me një sukses edhe më të madh, me qëllim që pastaj, domethënë kur të futen në tregun e punës, të arrijnë edhe sukses edhe më të mirë, për shkak se momentin kur fillojnë të punojnë, normalisht edhe suksesi u bie dhe fokusi u bie në sunarin atë maksimumin që e kanë si potencial. Nga prizmi juaj si rektori i universitetit, por edhe si profesor, sa Ministria e Arsimit në fakt punon në këtë drejtim? Shohim shujta ditore ka qenë diku 120 apo 150 denar nëse nuk gabohem, një numër i ulët në fakt, një shumë e vogël. Disa voucher që tani po ndahen për pajisje digjitale, sa punohet në këtë drejtim? Sa janë të mjaftueshme në fakt këto? Në fakt nuk janë të mjaftueshme, për shkak se gjithë këto janë iniciativa të Ministrisë së Arsimit, ato zakonisht i drejtojnë Ministrisë së Arsimit dhe pak vinë të ne të ankohen për këto çështje, se dinë se ne s'kemi të bëjmë me këto, s'mund të përzihemi domethënë në strategjinë e Ministrisë së Arsimit. Mirë po, vetë fakti, domethënë se edhe ekzistojnë iniciativa të tilla, mendoj se është një hap i mirë. Në përgjithësi, nëse shohim, domethënë për momentin edhe funksionimin e vetë Ministrisë së Arsimit, mendojmë se është një ministri mjaft komplekse, e cila për momentin ngërthen shumë sektor të themi, domethënë studime fillore, të mesme, universitete dhe shkencë. Nëse shohim historikisht, kjo ministri ose gjithë ministrat nuk kanë mundur për shkak natyrës dhe mbi ngarkesës së madhe të çdo sektori, rrallë kush ka arritur të diskuton diçka për shkencën. Për shkak se në fakt në fillim, domethënë të krijimit të shtetit, ishin dy ministri të veçantë, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Shkencës. Dhe atë realisht mund është të arrihet dhe të punohet diçka konkret. Për momentin mendojmë se është shumë e madhe për të menaxhuar dhe është një problem, domethënë, edhe vetë shteti nuk ka resurse të mjaftueshme financiare, që mendoj se kush don për qytetarët vetë të realizojnë sa më tepër që duhet. Mirë po, janë të stërngarkuar dhe asnjë ministër nuk ka arritur, domethënë, të hap tema të studimeve universitare të edukimit të lartë, po edhe për shkencën. Mendoj se këto problemi gjendet në madhësinë, domethënë këto duhet ndahen si dy ministri të veçantë që të mundet targetohen edhe të mund të adresohen gjithë këto çështje aq komplekse që janë. Ne jemi në dije të gjithë këtyre proceseve të mbrëmshme, prandaj edhe i kuptojmë se kanë punë mjaft voluminoze dhe mjaft komplekse. Dhe shpesh jemi në komunikim me Ministrinë e Arsimit, për shkak se ne si universitet publik, pronari jonë është në fakt Ministria e Arsimit dhe Ministresha e Arsimit, me të cilët, domethënë, çdo kërkesë tonë duhet edhe t'u adretojmë si të tillë. Çfarë planifikohet, cilët janë projektet e reja të cilët planifikoni të realizoni, përposa atyre të cilët ishin realizuar, por edhe disa që i paralajmëruat, çfarë do të ketë diçka të re në Universitetin Nën Tereza? Në Universitetin Nën Tereza kemi më tepër strategji e fundit në cilën tash për momentin jemi më tepër të fokusuar është dita e inovacionit. Dita e inovacionit për shkollat e mesme dhe dita e inovacionit për studentët. Do të ofrojmë gjithë studentëve të shkollave të mesme dhe gjithë studentëve nëpër universitete kudo që janë gara dhe do të ofrojmë edhe shpërblime, normalisht mund të konkurrojnë si individ ose si grup. Dhe do të prezentojnë në 26 mars të 2026-ës, vitin e ardhshëm, do të kenë mundësinë të prezentojnë idenë e tyre dhe të konkurrojnë për një prej 3 shpërblime kryesore dhe shpërblimi special për idenë
e cila është shumë afër realizimit, domethënë dhe ai do të fiton çmimin special dhe njëkohësisht universiteti do t'i afron përkrajen teknike, do t'ja paguon patentimin e idesë dhe inovacionit dhe produktit që do ta krijon. Dhe njëkohësisht do t'i japim hapësirë pranë universitetit tonë ku ai do të mund ta zhvillon edhe ndihmën e profesorëve dhe resurseve tonë. Ne përndryshe kemi në suazët të universitetit programin Puno dhe Studio. Gjithë studentët e mirë kanë drejtën të konkurrojnë në këto programe Puno dhe Studio dhe u mundsojmë domethënë që ndihmojnë në fusha të ndryshme. Kemi zyrën e IT supportit ku mund ndihmojnë në aspekte të ndryshme. Kemi zyrën e referentëve, kemi zyrën e financave, administratës, domethënë gjithë këto drejtime, administrata publike, fakulteti informatikës, dhe në departamente të ndryshme, laboratori medias, radio studenti, në gjithë këto vende domethënë mund të konkurrojnë edhe të punojnë, edhe njëkohësisht me automatizëm domethënë lirohen nga pagesa e semestrit dhe marrin dhe certifikata për të ashtu quajturën dhe aktiviteti tjetër është në fakt edhe kjo, është certifikata në extracurricular activities, domethënë në aktivitete ekstrakurrikulore jashtë kurrikulës së studimeve, për shkak se një student që të shkon studion magjistraturë ose doktoraturë diku në jashtë, i kërkon aktivitete dhe certifikata ku dëshmon se ai nuk ka qenë vetëm i angazhuar në mësimdhënie, por edhe aktivitete të ndryshme. Dhe me qëllim që t'i ndihmojmë këtu, ne jemi duke krijuar një sër certifikatash dhe mundësish studentëve, jo vetëm përmes programit Puno dhe Studio, por njëkohësisht edhe mundësi të ndryshme. Njëra prej tyre është edhe me Kryqin e Kuq, ne fituam çmimin jubilar 80 vjetorit të Kryqit të Kuq, si Universitet Nën Tereza. Dhe gjithashtu një prej mundësive, domethënë, është edhe angazhimi në aktivitete të ndryshme për ndihmë, për shkak se edhe Universiteti e ka emrin e shenjtorit Nën Tereza, njëkohësisht edhe e cila dallohet, domethënë, me humanizmin dhe ndihmën njerëzimit. Edhe në këtë frymë, domethënë, edhe ne mundohemi që studentëve tonë t'u japim mundësinë që edhe ato ndihmojnë dikund, edhe për këtë njëkohësisht marrin certifikat se kanë ndihmuar në grupet e punës për studentët me aftësi të kufizuar, me Kryqin e Kuq në aktivitete ndryshme për dhënien e gjakut e kështu me radhë, rritjen e vetdijes dhe aktivitetet të ndryshme të cilët i kemi marrë parasysh, të cilët studentët do të mund të kyçen, normalisht disa prej atyre do të jenë varësisht prej donacioneve që do të marrin do të paguhen për ato. Shumica e tyre do të jenë domethënë certifikata ku do të dëshmohet se ai ka qenë aktiv edhe ka ndihmuar komunitetit, për shkak se një fushë ku Universiteti Nën Tereza tash do të aktivizohet më shumë është edhe ndihma komunitetit. Ndihma të ndryshme, domethënë përmes Kryqit të Kuq, përmes ndihmave të ndryshme, grupeve me aftësi të kufizuar, domethënë ndihma e tyre. Edhe kjo është një fokus ku jemi, domethënë misioni në Nën Tereza përputhet edhe me misionin ton, për shkak se si universitet i ri, misioni në Nën Tereza, ndihma dhe humanizmi është një prej pikave ku edhe universiteti janë fokusohet, domethënë gjeneratat e reja jo vetëm që t'i edukojmë edhe me njohuri, por njëkohësisht edhe edukimi i zemrës dhe vlerave etike dhe ndihmës dhe rritjes ashtu quajturës ndihmë komunitetit është mjaft më rëndësi për ne. Shumë mirë. Ju, zoti Fetaj, keni një kohë të shkurtër që jeni emëruar si rektor, mirëpo cilat janë vizionet dhe qëllimet e juaja që doni t'i plasoni përgjatë mandatit tuaj që do të thishni me Universitetin Nën Tereza që të mbajni mend si rektor? Unë thjesht do të mundohem, domethënë, ideja ime ka qenë që unë të mundohem të ndihmoj sa mundem, domethënë, dhe nuk pres dikush të më dihen ose të më lavdron ose të më njohë për diçka, domethënë është thjesht unë qëllimin e kam unë të bëj atë maksimumin që unë mundem dhe nuk jam e fokusuar ose nuk më intereson a do të më dinë dikush ose do të më njeh ose në të ardhmen do të jemi njohur për atë gjë. Dëshira ime dhe ambicia është që si universitet, Universiteti Nën Tereza në të ardhmen të jenë një prej liderëve në SPAK-un, në trojës shqiptare, për shkak se Shkupi e dim ishte qendra dhe lider
në troje shqiptare dhe është koha që edhe Universiteti në Shkup, në Tereza, të bëhet një prej liderëve në troje shqiptare, në Ballkan në përgjithësi. Mendoj me zhvillim në infrastrukturës dhe me potencialin që e ka për momentin, me pak ndihmë prej anësh, mendojmë se shumë lehtë mund ta realizojmë. Neve na duhet një ndihmë, një shtytje të cilën e marrim, sidomos duhet të falenderoj këtu shumë kompani të cilët japin donacione të ndryshme dhe nuk dëshirojnë të bëjmë publike, nuk dëshirojnë që ne tua përmendim emrat, po jemi shumë falendërues dhe tyre. Mundohen dhe na ndihmojnë në mënyra të ndryshme dhe një ndihmë më e madhe, domethënë do të mundson universiteti për shkak se potenciali është aty. Kemi shumë kuadër mjaft të ri, të cilët janë të motivuar, është një ambient në universitet shumë pozitiv. Komunikimi dhe marrëdhëniet midis kolegëve janë në nivel shumë shoqëror dhe në nivel dhe është një ambient i shëndosh dhe me infrastrukturat e reja, me kampusin e ri, mendoj se me një ndihmë të vogël universiteti do t'i arrijë dhe shumë shpejt do të bëhet midis liderëve në region e Mëxher. Shpresojmë. Unë ju falenderoj shumë që ndatë kohë për qenë pjesë e programit, faleminderit për të bashkëbisedë dhe i dëshiroj shumë suksese juve si rektor, por edhe universitetit në përgjithësi. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Të nderuar shikues, kemi arritur në minutat e fundit të programit. Kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë epizod. Nuk mos harroj të falenderoj Charm Studio që u përkujdes për dukjen time dhe mund ta gjeni në profilin në Instagram. Unë do ju bëj thirrje të vazhdoni qëndroni me Televizionin 21, kurse ne do të rishihemi në terminin e radhës e deri atëherë mirëmbëjtje.